pa hyrë në betejë. Unë e thash, e konsideroj betejë. Unë jam këtu për t'i plotësuar kërkesat që janë të mundshme, që janë të nevojshme, që janë prioritar për qytetar, kontraktuale me operator ekonomik, po zoti Krasniqi pavarësisht se respektoj sa është kryetari një subjekti politik, është asambleist, këto shqetësime i ka pa vend. Sepse megjithatë Kosova ka kriju një mekanizme që nuk e lejon me bankrotu asnjë komunë. Pra ne jemi brenda normativës, brenda ligjit dhe natyrisht janë projekte që kanë nuk janë 1 vjeçare, po janë 2 vjeçare, 3 vjeçare. Kemi vonesën në zbatimin e projekteve, po ato obligime kontraktuale që i kemi, që mund më këty dhe në obligime financiare, natyrisht që ne i kemi përgjegjësi të detyrat tona dhe fort mirë e njohim këtë lami. Edhe kritika më e madhe që bëhet nga kundërshtarët e keni lanë borxhe. Po ato borxhe nuk i paguajnë qytetarët. A e kuptoni? Ato borxhe krijohen kur punohet, kur ka situacione, sipas mundësive, janë afatet, janë mundësitë ligjore pastaj me vazhdu afatet. Që ne jemi arë me punu dhe jo me kritiku. Kanë drejtë, secili të drejtën e kritikës, po nuk ne jem ka punojmë bile, në qëse ne presim, mos më nazbret diçka e gatshme nga qielli, asgjë s'bëhet në si komunë të Republikës Kosovës. Pra unë nuk i takoj atij konceptit që domethënë dorëzohet pa hyrë në betejë. Unë e thash, e konsideroj betejë. Unë jam këtu për t'i plotësuar kërkesat që janë të mundshme, që janë të nevojshme, që janë prioritar për qytetarët. Tash, cila është metodologjia, që apo dikush e ka një metodë tjetër, do sot i bën krejt parat, mja nis punës. E ne, nëse nuk kemi para mjaftueshëm, ne në proces luftojmë për mi bën parat. Ose fitojmë grandin e performancës, ose fitojmë në grant nga donatorët, ose bëjmë presion në adresë të ministrive të linjës, dhe unë besoj që shumë prej projekteve të cilat mund t'i ngriz dikush edhe mund të vëj pikpyetje dikush, jo komuna është e zhytur në borxhe. Po ne gjithkush kemi obligime, siç kemi dhe obligim me punu që pastaj me shly obligimet në proces gjatë punës. Pra, nuk mund është ti mi pagu para dikujt në qoftë se s'ka ndodhur puna. S'është e palishme, është vepër penale. Pra, ne asnjë operator neve nuk po na çon të përmbaruesi. Pra kjo është edhe një shkallësi, një afinitet, një zotësi e kryetarit komunës që ka ndërtu një marrëdhënie që sa punohet merr. Ndonjëherë ka vonesa në pagesën e faturës, se ti merr thesari për shembull për kontratë kolektive, procedura përmbarimore. Këto me siguri o dashme ta tregu burimi. E ka tregu. Tash unë nuk muj tash nuk muj me ngrit flamurin e barë me tha nuk dorëzum. I kom thënë qytetarë që ta kryj këtë punë, unë nuk e lëm pa kanalizim ato, tureve zezë, nuk e lëm pa rrugë, nuk e lëm pa trotuar. Tash, sa kemi parë, na të gjithë e njohim buxhetin. Bile unë e përfaqësoj sipas përvojës, unë e njoh më së miri, domethënë situatën buxhetore, edhe sepse vetë bëjmë planifikimin e buxhetit. Kuptohet në konsultim edhe me grupet e interesit. Në kodër këtyre, po... Ajo është opozit, diçka duhet me thënë. Patjetër edhe kemi të drejtën ne që të del në dionet, ajo që diskutohet. Sheshi kushton 4 milion, gjysma është bërç. 2 milion vetëm për shesh janë bërç. E pasakt. Sheshi është janë duke u zhvilluar punimet, edhe janë të zhvillu me intensitet, mund të viziton edhe sa dhjën të punu, edhe çdo ditë punu. Cilat janë projektet e pa përfunduara, të cilat kanë me gjys për shkaqe të ndryshme ose të menaxhimit të juaj si kryetar komunë? Po tash nuk është në pyetje menaxhimi, sa është në pyetje se ne duhet të analizojmë dhe të bëjmë vlerësimet objektive dhe për faktorët që ndikojnë në proces. Për shembull, ka operatorë që ankohen që kanë mungesë fuqisë punëtore. Ka operatorë që ankohen për shkak se kanë situata jo të këndshme ose jo të mira dikur kanë qenë shumë fuqishëm, sot janë dobësu. Ka operatorë që megjithatë pavarësisht sa ka pare komuna, ata punojnë, nuk e ndalin punën. Ka operatorë pastaj që në proces dështojnë, për shembull, nuk mund e përmbosh një kontratë dhe për me shkput tani një kontratë i merr mbi 1 vjet.
sepse janë procedura, sepse ti nuk mundesh me bo shkputjet një anshme, ti mundesh me bo, po pastaj mundesh me ballavaçu me gjykat, edhe mundesh me humb raste. Prandaj, të gjitha këto ne i vlerësojmë, i analizojmë me kujdes